tani ka rezultat. Dhe në parti është vendosur rezultati i pari. Okay. Tregon kjo leadership? Tregon. Po në marrëdhënie njerëzore çfarë tregon? Marrëdhënie mizerable. Në aspektin e marrëdhënieve njerëzore. Do të thënë, i rezultati do të ketë edhe marrëdhënien njerëzore brenda. Po, ka kokfort si puna ime që thonë kemera, po fjala bie tani. E mendoj me qetësi këtë largimin tim nga Divjara, atëherë e mendoja me inat të madh etj. Se e tillë u ndërtua marrëdhënia njerëzore. Dhe unë këtë marrëdhënie njerëzore kam prioritare. Në çdo rast. Po, marrëdhënia njerëzore u ndërtua e tillë, problematike, arrogante, shpërfillse, mos them në gjë më shumë se sa kaq. Ama tani që e mendoj, them po ka qenë një vendim leadershipi ama. Pse? Ishte menduar fitoria në qark, ishte menduar fitoria e madhe në qark e të mëra, dhe mbase unë nuk isha pjesa ati puzzle që çonte në atë fitore. Vendimarrja rezultoi e suksesshme. Pra atje u fitua, u morën 12 mandate që s'janë marrë asnjëherë, dhe natyrisht në aspektin po në qarkun e Fierit, në aspektin e rezultatit po ishte një vendim leadership. Në aspektin e marrëdhënies njerëzore, pastaj ishte një marrëdhënie mizerable, që ta them unë siç është. Ama kur ka një rezultat fitues, edhe unë bëhem të reflektoj. Sa kohë që prioriteti është dhënë në rezultatit, natyrisht nuk mund të ketë kundërreagim. Mund të ketë një kundërreagim, po ndodh siç bëj unë për shembull që bllokoj numra telefoni, bllokoj adresa Facebooku, Instagrami, TikToku, Messengeri, çdo gjë telefoni, çdo gjë tjetër që, okay, kështu solle po, vazhdo. Po ama sa kohë që ky vendim rezulton në fitore, okay, nuk ka kundërreagim. I zblokon pastaj të gjitha Instagramin, telefonin. Jo, më ta marrësh të shikosh. Ju nuk zhbllokoj asnjë gjë. Asnjë gjë.